Nëse ime ka shumë i natë kur unë kaloj kohë me nënën time, do që unë mos bëj asgjë për të dhe më thotë që nuk dua të rri në shtëpi me prindërit e tu, si mund që të qetësohet situata dhe të ruajmë harmoni familjare. Çfarë të bëjmë që nëna dhe gruaja, më duket se kemi bërë këtë? Kemi bërë, më duket. Çfarë të bëjmë që edhe nëna dhe gruaja mos mërziten? Unë i flas gruas, por s'kam ç'bëj se është gruaja ime, do kaloj jetën me të. Të lutem bëj një video që të gjithë femrat të kuptojnë këto lloj gabimesh. Ti rregulla veten tate me gruan tate, mos mendo për tjerat e para. E dyta, më duket se e kemi thonë përgjigjen për këtë lloj situate, merret një tas i madh, mundësisht 2-3 litrësh, mbushet 2 litra me dhall dhe i hidhet akull ose ujë i ftohtë, edhe sa herë që nusja mërzitet, i jepet nga ky dhalli i ftohtë, po duhet të ketë dhe pak krip brenda. Mundësisht krip atjet e zezë ose krip Himalaje, që t'i bëhet ilaç tamam.